Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar një muaj paraburgim ndaj 7 drejtorëve të institucioneve arsimore dhe shëndetësore, të cilët funksionojnë në Kosovë sipas sistemit të Serbisë, në ndyshimin se ata kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Sipas njoftimit, masa e paraburgimit është caktuar pasi sipas gjykatës ekziston rreziku real që të pandehurit, nëse lihen të lirë, mund të arratisen me qëllim fshehjen dhe ikjen nga përgjegjësia penale. Gjykata po ashtu tha se të pandehurit mund t'i përsërisin veprat penale nëse lihen në liri. Nga ana e saj, lista serbe dënoi këtë vendim, duke deklaruar se bëhet fjalë për përndjekje dhe frikësim të serbëve dhe serbëve të ndershëm. Në deklarat, lista serbe theksoi se në këto kohë të vështira duhet treguar dinjitet, rezistencë dhe unitet kundër atyre për të cilët asgjë nuk është e shenjtë dhe të cilët janë të gatshëm që për interesa personale dhe privilegje politike të godasin edhe popullin e tyre. Reagime mbi këtë mas paraburgimi pati edhe në Serbi.